Avokati Hasan Shala, i cili ka mbajtur pozicionit të rëndësishme në sistemin e drejtësisë në Kosovë, si antar PZAP-s e hiq më pak edhe si kryetari i gjykatës së apelit, në të kaluarën, tashmë duket se ka bërë akt super vandal. Avokati Shala shkon në emisionin Kontekst të Lart Hoxha me Revolën e Brez. E pas emisionit e kërcënon hulumtuesin e Institutit të Drejtësisë së Kosovës, Flamur Kabashi, për çka tashmë është përpiluar akt akuza. Në akt akuzën që Gazeta Nacionale ka siguruar për bërime të veta në prokurori, thuhet se avokati Hasan Shala pati debat të ashpër gjatë emisionit me hulumtuesin Flamur Kabashi, mbi temën se kush po i ndihmon kriminalet të ikin nga burgu. Shkurt pas emisionit, moderatori Lart Hoxha i fton për kafe në studion e tij të ftuarit avokatin Shala, Kabashin e IKD-s e Xhevdet Pozharin që ishte panelist. Avokati pa isur me Revolë, pasi që supajtua në debat me Kabashin, i drejtohet këtij të fundit me fjalët: "Ti je kastravec, të gjuaj për tretit kat. Hajde çtu ta kallzoj qepin. Hajde çtu ta kallzoj kur dal jashtë të kallzoj. Hajde çtu se jashtë kometa nanës." Tutje, atë natë me datën 21/5/2024, gjatë akomodimit të musafirëve të kiftuari Hasan Shala, punonësit e televizionit kanë mbërritur se njëjti ka qenë i pajisur me armë në brez dhe i ka kërkuar që ta largojnë gjatë emisionit, pasi që sipas tij rregullat e televizionit nuk e lejojnë mbajtjen e armëve gjatë transmetimit të emisionit. Por çka ndodhi më pas? Avokati Kabadai është arsyetuar ku ta lë armën në arsyetimin se e ka me leje për armë. Por pas përfundimit të emisionit, Hasan Shala ka përdorur gjuhë kërcënuese ndaj Flamur Kabashit, madje edhe me fjalë të gjuaj nga dritarja, sipas akt akuzës. Në njëra nga provat që posedon prokuria, drejtuesi i emisionit, pra Lart Hoxha, i propozon të pandehurit, pra avokatit Shala, që të konsumoj viski, por i pandehurit dëgjohet duke thënë: "Me bo me pije dhe qta e gjuj për katit të katërt." Madje në provat që posedon prokuria, dëgjohet se avokati me Revolën e Brez i ka thënë Kabashit: "Ki kujdes me mu kur të mshë." IKD ka kërkuar nga avokati Shala që të kërkoj falje për këtë gjë dhe të tërhiqet nga kërcënimi i tij. Për të njëjtën gjë nuk e ka bërë avokati. Për këtë çështje tashmë ka edhe akt akuzë nga prokuria. Gazeta Nacionale do ta përcjell hap pas hapi këtë rast përsa të fillojë shqyrtimi gjyqësor.